Mirdita, sot në lëndën e biologjisë, në orën virtuale, ne do trajtojmë dy tema mësimore që janë klasifikimi i bimëve, si dhe si të klasifikojmë bimët. Cilat janë rezultatet e të nxënit të kësaj ore mësimi? Nxënësi, në fund të orës së mësimit, shpjegon si klasifikohen bimët në grupe të ndryshme, përshkruan disa nga grupet kryesore të botës bimore, liston disa nga karakteristikat e botës bimore, krahason bimët me lule me bimët pa lule, si dhe dallon ndryshime midis bimëve 1 dhe 2 thelbësore. Atëherë, le të fillojmë. Çfarë shikoni në foto? Përgjigjja juaj do të ishte që ne në foto shohim lloje të ndryshme të bimëve, që do të thotë ne sot do klasifikojmë botën bimore. Përpara se të fillojmë në mënyrën se si klasifikohen bimët, le të shohim së bashku disa karakteristika të botës bimore. Bimët janë gjallësa ekuariote, që do të thotë gjallësa me bërtham të mirëfill. Janë shumë qelizore. Karakteristika dalluese e tyre është procesi i fotosintezës, që ndodh në gjethe, pra marrin ujë, kripra minerale dhe gaz karbonik, duke i kthyer ato në lëndë ushqyese dhe duke çliruar oksigjen. Bimët kanë rrënjë, kërcell dhe gjethe, duke realizuar kështu procesin e fotosintezës, pra janë gjallësa vetushqyese ose prodhuese. Bimët janë hallka e parë e zinxhirit ushqimor, pra themeli pa të cilën ato nuk do të ekzistonin. Bimët jetojnë kudo, janë të përhapura kudo në globin toksor, duke formuar bimësinë e pyjeve, bimësinë e livadëve, e stepave, e shkretirave dhe bimësinë e botës ujore. Po si klasifikohen bimët? Bimët ndahen në dy grupe të mëdha, që janë trakeofitet dhe briofitet. Briofitet janë bimët më të vjetra të rruzullit toksor dhe që janë bimë pa enë përquese, ndërsa trakeofitet janë bimë të cilat kanë praninë e enëve përquese, që janë trakeide dhe trake, që lejojnë ujin dhe kriprat minerale të qarkullojnë me lehtësi gjatë gjithë bimës. Le të shohim karakteristikat e briofiteve ose të bimëve pa enë përquese. Në këtë grup bëjnë pjesë hepatikët dhe myshqet. Hepatikët janë bimë të vogla pa enë përquese, pa rrënjë të vërteta, që jetojnë të grupuara duke formuar qilima të hollë bimor, ndërsa myshqet janë bimë që kanë një kërcell të vogël dhe gjethe, por në vend të rrënjëve kanë disa fije të bardhema të quajtura rizoide. Myshqet shumohen me anë të sporeve dhe në rrugë vegetative. Myshqet gjenden kudo në zona të ndryshme klimaterike. Madje në verë kur lagështia mungon, ato mund të shfrytëzojnë lagështinë e ajrit për të mbijetuar në mjedis. Le të shohim se si grupohen ose si klasifikohen bimët me enë përquese ose trakeofitet. Në grupin e trakeofiteve bëjnë pjesë bimët pa far dhe bimët me far. Në grupin e parë të bimëve pa far bëjnë pjesë fieret, ndërsa në grupin e dytë të bimëve me far bëjnë pjesë gimnospermat dhe grupi i dytë angiospermat. Të shohim karakteristikat e bimëve nxore pa far. Në këtë grup bëjnë pjesë likopodet, këputjet dhe fieret. Likopodet dhe këputjet janë bimët e para nxore dhe kanë një strukturë fare primitive. Fieret janë bimë enë përquese ose trakeide, ato kanë rrënjë, kërcell dhe gjethe. Rrënjët janë pranë sipërfaqes së tokës, ndërsa kërcelli në shumicën e rasteve është nën-toksor dhe quhet rizom, gjethe quhen fronda. Fieret nuk kanë lule, as frut dhe as far. Ato shumohen me anë të sporeve dhe në rrugë vegetative dhe jetojnë në mjedise të lagta me hije dhe pak të ekspozuara në diell. Le të kalojmë te karakteristikat e grupit të dytë, që janë bimët me far, dhe marrim grupin e parë që janë farozhveshurat ose gimnospermat. Këto janë bimët e para me far. Janë në përgjithësi të gjitha bimë drunore, ku takojmë si pishat, bredhat, selvijat e tjerë. Janë bimë që janë gjithmonë të gjelbra dhe njihen ndryshe me emrin
konifer ose halor. Gjethet i kanë në formë halash ose luspash dhe jetojnë 2 deri në 5 vjet. Bien jo një herësh të gjitha, po sipas vjetërsisë që kanë pjesë. Pra janë gjithmonë bim të gjelbra. Lulja e tyre është e thjeshtëzuar, nuk ka kub askuror dhe quhet boçe. Kanë boçe femërore dhe boçe mashkullore, si dhe organet e riprodhimit janë trastat pjalmore dhe vezoret. Le të shohim karakteristikat e grupit të dytë të bimëve me parë, të farveshurave ose angiospermave. Në këtë grup ka bimë barishtore, shkurë, drur të lartë, të larmishëm nga forma dhe përmasa, gjithashtu dhe për hapja. Takohen gjithandej në tokë, dete dhe ujëra të ëmbla. Tipari më i rëndësishëm i tyre është prania e lules, e thekëve dhe e pistilit. Pistilin e përbëjnë vezorja, shtyllëza dhe krerëza, ndërsa organin mashkullor ose thekun e përbën nga pjalmorja dhe filli i thekut. Thelpi përfaqësojnë gjetësat e bimës së ardhshme, te këto bimë vezorja është e mbyllur, përmban vezësat, të cilat më pas formojnë farat. Këto bimë ndahen në bimë 1 thelbore dhe 2 thelbore. Le të shohim karakteristikat e bimëve 1 thelbore dhe bimëve 2 thelbore. Por përpara se të fillojmë, le të them një fakt shumë të rëndësishëm, që kjo ndarje bëhet mbështetur në numrin e thelbive në embrionin e bimës. Le të fillojmë me karakteristikat e 1 kotiledonave. Kanë 1 kotiledon, nervurat e gjetheve të tyre janë në trajt paralele, rrënjë gjufkore dhe lulet me 3 petale. Tu bëjnë pjesë vetëm bimë barishtore, si për shembull zymbyli, zambaku, gruri, misri, orizi, tërshëra, salepi e të tjerë. Kalojmë te karakteristikat e 2 kotiledonave. Kanë 2 kotiledone ose 2 thelpi. Nervurat e gjethes së tyre në trajt rrjete, rrënjët boshtore dhe lulet me 5 petale. Tu bëjnë pjesë bimë barishtore, shkurre dhe drur të lartë, si për shembull lule dielli, kikiriku, patatja, kumbulla, mimoza, rapi, portokalli e të tjerë. Megjithatë, dua të theksoj një fakt shumë të rëndësishëm. Jo të gjitha bimët, 1 apo 2 kotiledone i binden këtyre tipareve, sepse kanë edhe ndërthurje të tipareve të 2 llojeve me njëra tjetrën. Atëherë, mësimi për sot ky ishte klasifikimi i botës bimore. Detyrat që ju do të bëni në fletore do jenë të ndërtoni një listë me lloje të ndryshme të bimëve, duke pasur parasysh klasifikimin e tyre dhe tiparet karakteristike të tyre. Atëherë, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru dëgjofshim në mësimet e ardhshme.